është një polaritet I cili është politik, një polaritet I cili është social, një polaritet I cili është ekonomik, një polaritet I cili është identitar, do thoshja nga ana tjetër, edhe një, akoma edhe më shumë, ka edhe polaritet I cili shprehet edhe në forma të ndryshme, siç është që nga emigracioni e deri në aspekte të tjera të përditshmërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, ajo që është e gjithë e rëndësishme nga kjo ngjarje, përveç se sigurisht nga ana tjetër ekspertët e sigurisë apo edhe fakti që ka kaq tentativa kundrejt presidentit amerikan brenda një viti, 2 vitesh bashkë me atë që është fushata elektorale, tregon është një domethënës. Dhe është domethënës për arsye, do thoshja unë, pikërisht të qëndrimeve që ka mbajtur shpeshherë, apo edhe të retorikës së tij, apo edhe të frymës polaritetit të cilën shpreh në ato që janë qëndrimet e tij politike. Por e rëndësishmja dhe më e rëndësishmja, do thoshja, në këtë akt është pasojat politike. Pasojat politike në aspektin e vetë se si shohim që edhe retorika e presidentit amerikan ka filluar të ndryshojë. Edhe ditën e sotme, ashtu siç edhe ju e paraqitët, ka mbajt një qëndrim ku godet atë që është polariteti politik, godet atë I cili nuk duhet, ose politika amerikane nuk duhet të futet brenda një suaze. Nga retorika. Patjetër, nuk duhet të futet në suazën e konfliktit, sepse sheh tashmë që qëndrimet të cilat kanë mbajtur deri tashmë, po vinë si në një formë bumerangu kundrejt edhe vetë tij. Në këtë aspekt, do thoshja që edhe qëndrimet të disa aktorëve politik të rëndësishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç janë edhe ish president, të cilët e kanë vënë, do thoshja, shpeshherë ose e kanë targetuar retorikën e presidentit Trump si pikërisht nxitse në aspektin politik dhe shpeshherë deri në një farë mënyrë edhe është në përreshta që është edhe ai I cili shkakton nëpërmjet qëndrimeve të tij politike edhe veprime të tilla, të cilat sigurisht janë të dënueshme, por në aspektin politik dhe nëse do shohim pikërisht ato që ju thatë, është një person I cili nuk ka shprehur ato që janë ekstremizmat politik apo ideologjik në qëndrimet e tij politike, është një person I cili me sa duket në atë që është ose në atë që është shprehur deri tashmë ka pak kënaqësi pikërisht në ato që janë pozicionet apo pozicionimet politike të presidentit Trump. Dhe është edhe diçka domethënëse. Në ato që ai vetë deklaroi, objekti I parsor I tij nuk ishte vetëm presidenti Trump, po ishte gjithë kabineti I presidentit Trump, që do të thotë që ishte gjithë përfshirëse në ato që janë politikat që shprehen nëpërmjet qëndrimeve të gjithë kabinetit. Nuk është thjesht retorika, janë dhe politikat. Patjetër, se nuk mund të shkëputen nga njëra tjetër, se në fund të fundit retorika çon edhe në qëndrime politike, të cilat I shohim në atë që është edhe përditshmëria e jetës politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nerita këtu dalë pjesa e vështirë, na shpjegosh pak. Shikoni, ne jemi pjesë gjithë ne që shikon tavolin, pjesë e komunikimit publik. Një herë, sigurisht edhe ne e teprojmë dhe e ndjejmë kur e teprojmë, se shohim veten tonë ditën pas dhe ndoshta këtë fjalë duhet e kisha përdorur. Po le të themi mbetemi brenda temi qëllimit mirë pavarësisht se ne shprehemi keq. Unë mendoj që edhe presidenti Trump në shumicën e rasteve ka një mënyrë jo konvencionale të folur. Shpeshherë nuk besoj që ai ka një synim për ta thënë, ai thjesht e thot se ashtu I vjen. Por gjithsesi si përkthehet kjo në në perceptimin mendor të përgjithshëm të një shoqërie. Pasi rasti konkret që ne po flasim për personi I cili është sapo është vënë në akuzë për vrasjen e presidentit Trump, ishte një person totalisht normal që ti mund të shikon kudo në rrugët e Shtetit Bashkuar, pra nuk bëhet fjalë për një derangement, person I shkalluar, I dal nga binar. Dikush që ekziston lehtësisht dhe mund të evidentohet lehtësisht në shoqëri. Unë do doja ta vazhdoja pak tek parafolësia aty që thash ndonjëherë retorikat e dhunshme shkojnë paralelisht me qeverisjen ose unë do doja ndalesha pak këtu duke e ndarë disi kontekstin. Retorika e dhunshme për sa I përket jetës së përditshme, zhvillimit të shoqërive dhe retorika e dhunshme për sa I përket formave të qeverisjes, leadershipit edhe kështu me radhë.
sepse në të parën përgjërësia është shumë personale dhe është ajo që ti the pak më parë, ne i bim lapsit, mendojmë, kërkojmë një ndjes, pra dëmja po pasoja që ne mund të kemi, sepse retorika e dhunshme mund të jetë shumë e kufizuar, mund të jetë shumë e brëndësuar të personi, por në momentin që artikulohet përmes komunikimit dhe agresionit verbal dhe shoqërohet pastaj edhe më tepër në besjellje që kalojnë në devijanca të plota, ku ti rrezikon një jetën e dikujt, por edhe më gjerë, siç është rasti konkret, këtu nuk mund ta konsiderojmë ose ta marrim thjesht të izoluar faktin që ishte një person me një background që nuk shfaqte ose nuk linte hapësira për të menduar një predispozit për të zhvilluar një sjellje kriminale ose shumë të rëndë. Në këtë rast, ajo që unë do thoja dhe më vjen keq ta mendoj që gjithë qansja e opinionit për edhe mendjave është tek etiketimi dhe vënia në këtë lupën që patjetër duhet ketë një problematik të caktuar, një shfaqje të simptome që mund të plotësoj kushtet për një diagnozë të caktuar, ndërkohë që në përditshmëri, qoftë edhe në këto instancat kaq të larta të qeverisjes, ne shohim potencial të mirëfillt që nuk ka asnjë fushë të prekur për sa i përket komunikimit që mund të krijojë hapësira për aludime që ka një problem, ndër veprimet sepse ky personi mund të jetë duke zhvilluar lehtësisht ose ka të zhvilluar atë psikopatin ose sociopatin që ne e njohim shumë mirë në psikologji, po edhe më gjërat që merren me pjesën e jurisdiksionit apo të kriminalistikës e kështu me radhë, që do thotë, ndonjëherë nuk duhet na gënjej pjesa që ky skaneri i rrobave, i valizheve, kalojnë gjëja shumë për te, nuk e parashikon dot sjellje njerëzore. Sepse ai mund të jetë thjesht një inat shumë i akumuluar, të cilën personi nuk e shfaq në përditshmëri, se s'ka të prekur as ndër veprimin, as koeficientin inteligjencës për të marrë gradat apo për të qenë një shembull i pozicioneve arsimtare kështu me radhë. Nuk është kusht ky për të zbehur ose për t'ia mbiveshur aftësinë. Ajo që mua më shqetëson realisht, unë jam një njerëz që në përditshmërinë time kam filluar mbi 2 vite shoh shumë pak televizor. Kam detyrimin moral të informoj mirë se çfarë ndodh, por thjesht për shkak të kësaj retorike që unë dikush tjetër që ka në dorë ose ka të mikrofonin për të qenë një zë publik, është kthyer në një formë ndërveprimi për të kapur këtë shansjen. Mendoj që është shumë e rëndësishme për secilin që ka një të mirë zhvilluar atë përgjegjësinë personale, se para se të jemi në një pozicion duhet të jemi qytetarë dhe individ të prezantohet dhe të merret pak ajo përgjegjësia. Nuk mund të dalë unë tani këtu edhe të shfrytëzoj këtë hapësirën për të bërë bujën edhe zërin, patjetër për të bërë lajm me atë retorikën, se bëhemi palë pa dashje me këtë retorikën e dhunshme. Po në fundit ne na shohin familje, ne na shohin fëmijë, ne na shohin adoleshent, që shembulli i këtij individi thjesht për shkak sepse po ndërvepron, po rritet dhe po zhvillohet në këto tonalitete të retorikës dhunshme, që na serviret në media, që na serviret nga qeveritarët dhe nga ata që ne kemi zgjedhur dhe na vjen bumerang në këtë elektoratin e të këtë shoqërinë ku ndërveprojmë, është shumë e vështirë pastaj që ne të arrijmë në ekuilibrat për të vendosur apo për të zgjedhur qasjen e duhur. Jemi lehtësisht në drejt asaj devijancës në sjellje. Mund të themi gjë? Po. Një gjë fare të shkurtër se Nerida më ngacmoj. Ndoshta e ka pak gjatë, por e kisha të nevojshme që të mos... Kur Trump bëri atë tweetin e famshëm që nesër do të vdes një civilizim, pra paralajmëroi gjithë Iranin, i cili shkaktoi shumë zhurmë etj, sepse ishte edhe një prag i një lufte të mundshme e cila do të ishte jo më lokale, po kishte gjithë gjasat për qenë totale, sepse ata do të shkatërronin Iranit të gjitha asetet, Irani do shkatërron të gjitha asetet e Gjirit Persik, bota do hynte, do bllokonte detën e Kuqit, domethënë skenari ishte i frikshëm. Në atë moment pyesin Nancy Pelozin si e komenton këtë mesazh. Këtë mesazh tha unë e komentoj kështu, tha, shkoni, merrni një psikiatër. Dhe realisht këtu vim tek rëndësia që njeriu publik rëndësia që njeriu publik ta përdor mirë pushtetin që ka. Tani, ne si gazetar, ju si psikologe, veprimtar tjerë, aktivist ose njerëz të njohur etj. Pra, ne mund t'i fikim gjithë televizorët. Problemi është se kur klasa politike, dhe këtu nuk është vetëm Trump, se gjuhën e urrejtjes e kanë shumë, pjesën e dytë ti madje e ke parë edhe në rrafshin shqiptar. Jo, themi që ta kanë në rrafshin shqiptar. Po, dakord. Këta problemet, unë mendoj janë që më serioze se është bëjë fjalë me klastër më të vogël për një... Këta njerëz kanë një megafon shumë të madh. Domethënë, zotria që ka psuar atentatën e tretë ka një status tillë që në momentin që prodhon një mesazh,
nga telefoni i tij celular, është provuar, ajo përkthehet në gjitha gjuhët e botës dhe është në të gjitha mediat e botës. Rrjeti social po sepse ai është më reaktiv akoma. Po, është globale, është historik. Nuk ka as filter, nuk ka për shumë një staf që i merret. Ai ulet dhe ai thotë unë i përgjigjem vetë telefonit. Pra problemi është gazetarëve, flasin me telefon. Ai është presidenti i Bashkuar, s'ka ndodhur. Problemi është as si president deri më sot nuk ka pas kaq tentativa për ta vrarë sa Donald Trump. Dhe kjo të bën ta pyesësh pse. Natyrisht pa falur dhe pa mirë kuptuar asnjë nga atentatorët. Por, gjithsesi, pyetja ka vlerë. Pse? Pse ky personazh kaq ndarës dhe kaq polarizues krijon këtë situatë? Sepse realisht, po të shohësh profilin e tij të rrjetit social, ka çdo 10 minuta 3 mesazhe. Dhe është realisht është një dhe ai vjen nga loja me median dhe me publikun, sepse ka drejtuar konkurse, ka qenë një miliarder i cili ka qenë shumë i njohur në New York për këtë gjë. Sokolin, po e marrit mirë që më fal Sokol, unë e di se si e dëgjuan. Jo, e di se si e dëgjuan, e di se çfarë i dhëmb, e di se si mund të reagojë dhe si mund të marrë vëmendjen e tij. E njëjta gjë është dhe në këtë lloj arenash. Trumpi ka ushqyer, ka ardhur me këtë lloj patrulle të fuqishme, që del në ballë dhe del për ballë dhe nuk e ka të filtrin e komunikimit, pavarësisht se kë ka për ballë, automatikisht edhe kanë frikë, pas pak ditësh mbreti Charles i Mbretërisë Bashkuar do ketë vizitë shtetërore në Amerikë dhe ka frikë gjithë politika britanike se çfarë mund t'i thotë Charlesit Trump në ato shkëmbimet që mund të kenë me media. Një shembull e ka nga mamaja vetë Ndjerë, e cila gjatë vizitës Trump, ku Trumpi pa dashje, theu protokollin mbretëror, i doli para. Dhe ajo, okay, u tëroj, s'ka problem, për varë, britanikët janë më tolerantë të drejtim. Megjithatë, tema bëhet akoma më e ndezur dhe më interesant, më e ndezur, jo interesant, më e ndezur në Shqipëri ku temi gardi është pak, temi më i lartë, territori është më i vogël dhe sigurisht temperaturat janë edhe më të larta. Rikthehemi dhe flasim pikërisht për kthehemi këtë fenomen i cili në Amerikë ka sipërfaqe ku të shprehet, në Shqipëri është e përqendruar pikërisht nga selia kryeministrisë deri tek zyra e doktorit. Rikthehemi pas pak.